Do të flasim për drejtësinë. A mund të bëhet kjo shoqëri pa drejtësi? A mund të përmirësohet ky vend nëse nuk ka drejtësi? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Falënderimi takon Allahut. Lavdrimi, bekimet dhe paqja qofshin mbi njeriu më të mirë, prisin e njerëzve të drejtë, Muhammedin, familjen e tij, shokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilët ecin në rrugën e tyre të drejtë deri në ditën e gjykimit. Zoti i gjithësisë është i drejtë. Ai do njerëzit e drejtë. Drejtësia është një cilësi e tij. Qiejtë dhe tokën i ka vendosur me drejtësi. Ai ka shpallur mesazhet hyjnore me ligje të drejta. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Lajmet e Zotit në Kur'an dhe nëpërmjet haditheve të profetit Muhammed janë të sakta. Dhe ligjet e Allahut të lartësuar janë të përkryera, janë të përsosura, janë të drejta. Allahu subhanahu wa ta'ala e ka bërë ligj që të drejtët kenë sukses dhe përfundim të mirë. Dhe nga ana tjetër, zullumi, padrejtësia të ketë përfundim të keq. S'ka dyshim që një shoqëri nuk bëhet pa drejtësi. Një vend nuk përmirësohet nëse në të nuk vendoset drejtësia. Njëherë shkon një beduin tek profeti Muhammed. Beduin është tregtar që jetonin në shkretir. Ai kishte dhënë një borxh profetit Muhammed dhe shkonte të kërkonte hakun e tij, të kërkonte shlyrjen e borxhit. Mirë po shkon dhe e kërkon në një mënyrë teje të ashpër, me vrazhdësi. Dhe shokët e profetit Muhammed u ndjenë shumë të mërzitur me këtë lloj sjellje. Si sjellej në këtë mënyrë ky me profetin e Zotit, me njeriu më të mirë, dhe i than: "Wejhak, tedri me tukellim. I mirë ti, a e di ti se me kë po flet?" Ky tha: "Inni atlubu haqqi." Tha: "Unë po kërkoj drejtën time." Ndonjëri mund të mendonte që profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam në këtë rast do ta kritikonte këtë njeri që kërkoi të drejtën, kërkoi huan, por e kërkoi në mënyrë të vrazhd. Po profeti Muhammed u drejtohet shokëve të tij dhe thot atyre: "Hella ma sahibi al-haqqi kuntum?" Pse nuk u bët pal me atë që kërkon hakun e vet, kërkon të drejtën e tij. Pastaj profeti sallallahu alaihi wasallam ja shleu borxhin këtij njeriu. Jo vetëm ja shleu borxhin, por i bëri dhe pritje. I dha dhe ushqim, si nderim dhe respekt për ta. Kur gjeti ky, domethënë drejtësi, shlyrje të drejtës, mikpritje, nderim dhe respekt për njeriu që kërkon hakun, kërkon të drejtën, tha: "Aufejteni, aufa Allahu lek." Tha: "Ma ke dhënë hakun të plot. Allahu i lartësuar ta dhënë shpërblimin të plot." Profeti sallallahu alaihi wasallam tha: "Ulaika khiyarun nas." Këta janë njerëzit më të mirë që shlyejnë detyrimet, që japin hakun atij që kërkon hakun, që sillen me drejtësi, që janë të paanshëm. Dhe pastaj tha profeti sallallahu alaihi wasallam: "Innahu la tuqaddasu ummatun la ya'khudhu fiha ad-da'ifu haqqahu." Nuk mundet që të pastrohet, nuk mund të fisnikrohet, nuk mund të grihet, nuk mund të bëhet, nuk mund të përmirësohet një shoqëri në të cilën njeriu që s'ka përkrahje nuk arrin që të marrë hakun, që të marrë të drejtën e tij, pa zvarritje, pa u shqetësuar, pa u munduar. Dhe për një rast tjetër, po flitet për një grua me pozitë që kishte konsumuar veprën penale të vjedhjes dhe duhej që të merrte dëshkimin e merituar. Profeti sallallahu alaihi wasallam vendosi që ajo të merrte dënimin që është caktuar në ligjet e shariatit. Mirë po fisi i saj nuk doshte diçka të tillë, ishte femër e fisme, me pozitë. Dhe kërkojnë dikë që të ndërmjetësojë tek profeti që të anullohet ky lloj vendimi. Profeti sallallahu alaihi wasallam bëri të ditur se nuk mundet që ta anullonte këtë lloj vendimi.
dhe përmendi se sikur Fatimia, bia e tij, të kishe vjedhur, do ishte zbatuar ajo dispozit penale edhe ndaj saj, pra drejtësi edhe ndaj vetvetes. Drejtësi dhe me pjesëtarët e familjes, drejtësi edhe me njerëzit që i ke pranë, që i ke të afërt. Profeti sallallahu alaihi wasallam solli drejtësinë, ftoi në drejtësi. Drejtësia duhet të zbatohet në të gjitha nivelet. Një nga problemet të mëdha që ka vendi jonë është se njerëzit me pozitë u bën pa drejtësi të tjerëve. Kur është fjala për dëshkimin e njerëzve me pozitë, të cilët korruptohen, të cilët shkelin ligjet, të cilët grabisin, vjedhin pasuri publike, u të bëjnë edhe krime, këtu nuk vepron ligji. Ose fare rrallë mund veproj. Ndërsa për njerëzit e dobët mundet që të veprojë ligji kundër tyre, po një shoqëri nuk mund në këtë mënyrë, nuk mund fisnikrohet. Duhet që ligji të veprojë ndaj gjithëve. Duhet që të vendoset drejtësia në të gjitha nivelet. Njëherë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam i pyeti shokët e tij që kishin emigruar në Abisini, në Etiopi dhe kishin ardhur në Medinë. I pyeti që t'i tregonin ngjarjen më të habitshme që kishin vënë re në Abisini. Dhe ata i treguan se njëherë duke ndenjur, kalon aty pranë një murgesh plak. Sipas traditës së tyre, ajo po mbante një shtamb uji mbi kokë. Edhe po ecte. Njëri nga djemtë e atij vendi shkon, ja vendosi dorën midis dy shpatullave kësaj plake, edhe i dha një shtyrje, edhe ajo ra me gjujet në tokë. Shtamba ra në tokë dhe u thy. U çua, normale që ishte bërë pa drejtësi e madhe. Edhe kështu e dëmtuar, kthehet nga ky djalë zullumqar i pa drejt dhe i thot se ta'lamu ya ghudar idha wada'a Allahu kursiyya wa jama'a al-awwalin wal-akhirin wa takallamat al-aydi wal-arjulu bima kanu yaksibun sata'lamu kayfa amri wa amruka indahu ghadan. U drejtua nga ky djalë zullumqar i pa drejt, dhunues, dhe i tha: o tradhtar, ti do ta mësosh nesër, kur Allahu i lartësuar të vendos drejtësinë absolute, do vendos Allahu kursijin e tij. Do të vijë Allahu për gjykuar mes njerëzve, do vendos kursijin e tij. Do t'i mbledh Allahu të gjithë njerëzit të parë dhe të mbrëmjet. Ka një ditë ku do vendoset drejtësia absolute, është dita e gjykimit, është dita e drejtësisë. Dhe do të dëshmojnë në ditën e gjykimit duart dhe këmbët e njerëzve për veprat që kanë bërë. Do ta mësosh se kush do të jetë gjyqi mes meje dhe mes teje para Allahut ditën e gjykimit për këtë padrejtësi që bëra. Këto ishin fjalët që tha kjo grua. Profeti e ngjoi ngjarjen me vëmendje. Dhe duke komentuar, profeti sallallahu alaihi wasallam tha: sadaqat, të vërtetën ka thënë. Do të thonë është vërtet, ka ditë gjykimi, ka një ditë kur do vendoset drejtësia absolute, por dhe popujt para nesh që kanë ndjekur profetit Allahut e kanë besuar ditën e gjykimit, e kanë besuar se ka xhenet, ka xhehenem, dhe për drejtësinë kanë urdhëruar të gjithë profetët. Ky është një nga parimet në të cilat kanë ftuar të gjithë profetët e Allahut, jemi të drejtë, vendosim drejtësinë, të këshillojmë njerëzit që do kjo është një nga pikat ku puqen mesazhet hyjnore. Dhe pastaj profeti sallallahu alaihi wasallam tha: si mundet që të fisnikrohet, si mund të bëhet, si mund të përmirësohet një shoqëri në cilën i dobti nuk merr hak, nuk fiton hakun e tij. Ai që s'ka përkrahje nuk arrin që të marr hakun, nuk arrin që të marr atë që i takon. Profeti sallallahu alaihi wasallam i pati këshilluar shokët e tij që të shkonin në Abisini dhe u tha: atje është një mbret, i kishte fjalë për Nexhashiun, që është i drejtë dhe atje askujt nuk i bëhet pa drejtësi. Pra, profeti sallallahu alaihi wasallam kërkonte drejtësinë. Kërkonte që njerëzit të strehohen në hijen e një mbreti ku ka drejtësi. Kështu që ne muslimanët e vlerësojmë njeriu e drejtë, qeveritarin e drejtë, qoftë ky dhe jo musliman. Nga ana tjetër ne e dënojmë pa drejtësinë, ne urrejmë pa drejtësinë. Qoftë dhe nëse është ai që bën pa drejtësi një qeveritar, një funksionar apo një drejtues musliman. Padrejtësia duhet të dënohet. Drejtësia duhet që të vlerësohet. Prandaj dietarët tonë kanë thënë se Allahu subhanahu wa taala e mëkëmb një qeveri dhe jep
jetë, një qeverie, një shteti që mban drejtësi, qoftë nëse nuk janë musliman, drejtuesit atij shteti. Dhe nga ana tjetër, Allahu subhanahu wa taala bën që të rrëzohet një shtet që nuk ka drejtësi, në cilën nuk bëhet drejtësi, nuk vendoset drejtësia, qoftë edhe nëse qeveritarët e këtij shteti janë musliman.